Qito metafora, bre, plut në mos janë njës shpejt me repovot. No. This is not it, bro. Liricisti ma jo konvencional në Baba Stars gjithë u konë në noti. Okej, fun skive, nice. Po më vëlqen që se ka morë qatë seriosisht. Kur gjë s'ka thonë Kozmini. Do me thonë shumë vështira me gjetë nej vers përmbajtësor, ku të paktën është mundu me thonë diçka përmbajtësore. Baba Stars high rate. Okej, Baba Stars me dy mungesa prej high nishe, dy mungesa. Agon Amiga dhe Letri jënë këthy me high rate, i kanë skip një 6-5 pjesë. Për njerëz, kongët haj jënë nostalgji, hoj i parë ka dalë para 13 vjetëve, njerëzit e kanë knua dhe e kanë diskutua dhe jënë rritme të qysh prej bankave të shkollës se i posh dokumente të klipin YouTube, tash me haj 10 potencialisht plot prej tyne edhe prej neve, mujna me qenë edhe prender, nuk menoj që me haj kanë zhgënjy najherë për shkak të asoj që ka përfatësën si projekt kronologjik. Nejse, s'po i bjem bashkë kronologjik, se me haj 10 i kanë skip që thash një 5 numra. Mo definitivisht haj është legacy e Baba Starsave dhe njerëzit menoj që për shkak se janë rrit me të kanë me pas gjithmonë një farë lloj interesimi me ngu prapi, unë jo personalisht. Sidoqoftë, nëse më vetni mu, menoj që High 4 është pjesa më e mirë prej High Sequels, High 3 menoj që është më i dobti, edhe pse versi i Gjizit aty është fire, po ashtu edhe te High 2 krejt vëmendja është ajo që ka thot Gjizit, te High 10 nuk ka vers hiç Gjizi, i kalon me carry këta tjerë. Kjo e thonën, menoj që nuk ka bo asnjë artist më shumë për njerëzit e vetë se so Gjizi. Ka njerë ki përshtypjen që më shumë ky munohet për ta se këta për veten e vetë. Shambull skive në natin Kozmanin i shohim si gjallë artistikisht veç kur marrin ai ftesë prej Gjizit me një kong. Nashta edhe jam pensionu prej muzikës, nuk e di, sidoqoftë prej Agon Amigës deri te Kozmani, Gjizi i ka shkel probabilitetet më të mundshme të i bo figurat njoftëna në industri këta emra. Menoj që versin më të mirin High 10 këto e pat skive, prej që tyne që kenë, më doptin majki. Kryesisht për shkak se nuk jam as pak fan si metaforave si që ajo si me met midis ditit, me talqu drasat e barkës. Ndokët si kur janë tepër të sforcume dhe të menume pak si shumë për me come up me diçka tillë që është nërmid. Apo dhe nëse e menon shumë edhe arrin edhe që kjo është maksimumi, menoj që e bën ndryshimin për të keq. Mas nej edhe kur po repovot shpejt, po t'inglën krejtësisht irrelevant për vitin 2025, edhe onati e Kozmani kanë këto dinjitaz, menoj, që kaq, nuk kom nej farë qëndrimi ma nej, unë realisht nuk kom u kthy kur mo me ngu këtë kong, për shien teme personale nuk është, mirë po e kuptoj pse është një farë hajpi rreth hajave të Baba Starsave për shkak se është nostalgji dhe është legacy dhe njerëzit janë rritë e ngu edhe gjithmonë kanë me pas tendencë me këqyr që kanë bo në hajen e radhës kur del pezojna. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni me që ta më rëngjeni kej platformat, po zhegubrothers.com është sponsori jam general, siguroni me vizitu për ofertat më të mira rreth patënshmërisë.